Mirë se na erdhe Labi. Faleminderit edhe Bendin në ndërkohë. Jem suti me muzikë edhe këtë hyrje ta bënëm kështu spektakulare. Tu të përsill Bendi. Ju po dukeni për mrekulli. Faleminderit. Ju progresoj kur shu ka bërë lukin, falni, edhe make-upin posaçërisht. Edhe stafi, gjithë kjo është bukuri. Shumë ngjyra, shumë gjallëri, si tashmë jemi në sezonën e verës, një sezon ndoshta relaksuese për neve, po për ty jo, sepse je angazhuar me punë, po patjetër ato të lutem. Ku po e gjen energjinë? Po. Shkoni në alt. Shkoni anësh. Kret po më duket se po na këshir dikush. Sigurisht po mira. Kjo në fakt është një prej momenteve që është më ma virale jutja. Si e Labi, ku po e gjen energjinë, me angazhime, me punë, e dim që je i ngarkum? Falenderoj s'pari Zotin, falenderoj familjen time, miq dhe dashamir që kam shumë afër që më japin kurajo, varësisht që komentet të ndryshme që i marrim ofenduese ose pozitive, unë e di qëllimin tim dhe vizionin tim, ku dhe çka dua të arris, gjithmonë nuk është të përmbushur kupa me ato që kam arritur deri më tani. Edhe gjithmonë kam dëshirë më shumë, se ka shumë gjëra që mund të jap më shumë se që kam lënë deri më tani. I angazhuar tër vitin, viti ka 365 ditë, unë brenda vitit 200 mbrëmje sigurisht, në ato darsma dhe mbrëmje, jam angazhuar në diskoteka, 2 diskoteka të cilën kam kontrat Boler dhe Nova, një reklam të vogël, edhe jashtë saj kam dhe darsma në Evropë, edhe të sezonën posaçërisht në Loginën e Preshevës dhe Bujanovcit, por edhe Maqedoni, Kumanov, Preshev, Kumanov, Strug, Gostivar, e kështu me radhë. Lab, 200 darsma, 200 mbrëmje, është një rekord i ri, apo ka nuk është darsma 200. Okej, 200 mbrëmje, në gjatë. Ka ndodhur ndonjëherë që ke pas më shumë angazhime se sot 200 mbrëmje? Apo ky tashmë është një rekord? Po, angazhim që kam më shumë që më lodhin me mjeshtra. Qa o bolla me mjeshtër, pëse nuk jetu kuptu me ta, pëse s'ku të përshtatën? Unë kërkoj ndjes me këtë fjallor që të të flasë tani, ose pak me fjallë më ndryshë se dërë më tani, me të vërtet nuk them gjithë mjeshtra, po mos harroni që gurbeqarë që vinë këtu nuk kanë kohë, kanë 3 javë diaspora, ose eventualisht 4 javë pushim. Brenda 4 javëve, ata kanë angazhim me shku pak deti, pak me pa familjarë të tyre, pak mu angazhu me fshi shpijen, me pastru shpijen, edhe pak me ndreq me mjeshtra. Edhe mjeshtra për zotin, disa për tyre po gënjen shumë. Po gënjen absolut. Varzisht që edhe që gënjen, po nuk e bëjnë në kualitetin e mirë. Cila ke gënjeshtra lab që të revoltoj ka shumë? Për shembull, zotniju për shembull ka ardhë me bashortën me marrë të holla në Ravec, ishte një ditë para Bajramit, edhe ja lash edhe 1000 euro ma shumë, tha e kom kry punë, kur shkova atje me kry, e pash shumë katastrofe. Unë ndërtimtari mirëm që 6 vite, tash jam një profesionist, një mini profesionist, mu me thanë, edhe me të vërtet atëre kam pas besim të disa menagjert, të disa personat që kanë punu aty, po kishim bo katastrofe. Tash prej kur ja kom nis me marrë dorë vetë atë projektin tim të cilin po përfundohet, që zot besoj gjitha në vitin e arshëm ka kuriku, edhe me të vërtet kom pa do punime që janë bo më kisha arë turpë, do më të në, sepse unë varzisht që njerës japin komente për mu, flasë për profesionin tim, për muzik, por ata nuk janë në profesionin e muzikës edhe japin komente dhe nuk ja zë për të madhen. Po ja zë për të madhen dikur që është profesionist për lamin time, edhe me më thonë keq, unë e pranoj se është keq. Po deri më tani nuk ka dal një dasmor, me thonë Labinoti që nga ka prish darsëm, ose edhe besoni është një darsëm, iq më larkë para disa dite, cilën ka qenë ora 2, se restorane kanë deri ora 2. E pash bëjt 80% misafirve nuk kanë shku shpi, se për të parë për më shkojnë bas bigut, edhe atmosfera mirë, pa pauz, iq, në më të nuk desha me bo pauz që tërë natën, edhe tash ati lokali të gjo, shka pim për orës 2, unë pagoj. Edhe, jo, nuk i tash dasmorit, ati. Edhe deri 3 gjys gjatë i darsma, edhe po më thirë dasmorin, nesër ta, qa kishe bomre, kishe pagu, tash dhe gjo, unë e kom marë 15 darsma familjen tënde, edhe qka është me argjuni mi euro ma shumë për mu s'lu rol shumë kur gjo. Rëndësishme është që ju keni kalu mirë, edhe gjithë janë të knaqur. Edhe nuk e lejoj unë profesionin tim me më thonë keq dikush, s'ka shanse. Edhe tash një mjeshtra me thënë, unë e di, vallaj me vetë disa mjeshtra, edhe adin me gra aeroplanit thënë po. Labi, cili ishte arsuetimi i mjeshtërve, kur ti nuk ishe i knaqur me punën e tyre? Ata nuk e kuptojnë që unë
unë jam një, do më thonë, unë projektin e kam bërë se Allegro kompleksi im, jam unë pronar, as kusht tjetër. Edhe kam mirë me një profesion si mal pasakist. Po ta shën jo, shumë mirë. Edhe ai klienti ka datën, kur do të vjen, kur do të hinë shtëpi, se e ka rezervu me bashortën, me fëmijët, me gjitha. Edhe ai thotë, mos tani se unë e rregulloj. Ama kur vjen klienti ai s'ta pranon. Edhe nuk t'jep të holla, ti mbetesh pa buxhet, edhe nëse nuk ke buxhet, nuk ke mundësi me përfundu projektin. Ta nuk kuptojnë këta mjeshtra. Termini është termini. Edhe kjo derisa nuk vedisohen këta mjeshtra dhe nuk e di, nuk kanë ndonjë sigurim, sepse ka firma të Zvicër, cilë nuk e bëjnë mirë, por e pagon gabim, kanë gabon vetëm njëri gabon, Zoti nuk gabon. Edhe pagon sigurimi, do thotë, po këta nuk thotë, unë jam këtu, unë jam, edhe nuk mundesh më bind që është keq. Labi e përmende këtë pjesën e dhënjes parave, do me thonë, ju ke dhonë 1.000 euro ekstra, që ata me bo punën që ashtu që shtuat, si bakshish një farforme. Jo, kam dhonë, kur vjen tjera punë me kry, edhe zbatome si ju ka vit para bajramet, jo halat smut, jo baba smut, jo 20 baba spital, jo 9 hala i kanë dek disa punëtorve, tash s'po kuptoj burë shumë, vetëm shqiptar kemi halet, pas ka kërkush halet. La, po këtëri pak tek muzika, apo flasim për projektin tënë? Ja, muzicianët atë këshfi nuk ka, që sa më mire. Nuk ka muzika. Muzika është e bukur, muzika është e mirë. Diçka e bukur, edhe pikërisht e bukur, kështu është edhe kënga e re, projekti i ri yti, do takona nëntra. Do takona në përëndra, do takona në kujtime, sa e të kërkon kjo, kënga nuk shtu, se tekste ka bërë, jo, teksten e ka bërë B2N, unë tani du t'i realizoj edhe t'i lansoj një 10 projektet e mija, e them thojza pak stil si Albani, si Ylli, më përqen kjo stil, edhe muj t'a bëjt, do shta jo si aje 100%, edhe pse jo, pak kam qenë me ndryshu CV-n tim në YouTube e në kanalin tim. Që shprejti publiku? Më falë? Që shprejti publiku? Ndoshta një zhëndër pak ma e ri? Jo, nuk është pak, nuk po esë qaqë që du unë, po mirë është. I knaqër, më rëndësi ti e i knaqër me këngën edhe për gjenë vetën për bësa e të. Ka kemi 3 tjetër labi nga ti, përveç këngës 3. Me shka po mirë është kohëve të fundit përveç me mjeshtrit. Edhe darsmave, që shpë kalon kohën e lirë, për shembull. Unë jam shumë me nejtë pa gjumë, sepse do më thënë ushqimi jam është shumë, do më thënë taman me norma, edhe ma shumë, do më thënë gjërat e detit, edhe kam kujdes, edhe prandaj jam e baj vetën, mendoj mentalisht edhe fizikisht mirë. Edhe kështu që darsmat, kur e përfundoj, me njerë mundohem që të binë gjumë, që gjumi është ma rëndësishme për një personin. Po nuk flej shumë, ma shumë se 4-5 orë nuk munde me flejt. Më gjesë tani me bashortën, dalim, pim kafe, ose në shtëpi, ose në qytet. E du shumë qytetin tim, aty ku bëhet rushi më i mirë, shqiptari, Rahovecin, edhe i shoh shoqni, shoh vendas të mi, të cilën ata gjatë qëndrimit tim në BIK, i falenderoj, i përshëndes nga zemra, i jam shumë borç në jetën time, pas më kanë përkra shumë, edhe sigurisht që ja kaloj, do më thënë, një orë me familjen time, basaj vazhdoj, do më thënë, do të të për rrugën për darsëm, që për shembull sonte jemi në Pej, edhe do të kënaqemi. Pa tjetër, aty ku jeti dhe ku ka muzik, është e pa mundur që të mos kënaqemi. Ta shfrytëzojmë edhe na rastin, se me pas ty këtu e mos më këndu zbarë. Pasi jemi në Pej, darsëm, a e milat lutem. Moj goc pejane, moj goc magjike, shumë të deshta, prore më ike, e sa shumë madhe, qeci me treja, moj perendesh, goc ga peja, moj goc pejane, moj goc magjike, shumë të deshta, prore më ike, sa shumë madhe, qeci me treja, moj perendesh, goc ga peja. E ju nga jetë? Faleminderit, Lapi. Jo, na nga Peja nuk jemi, po gjithsesi po qijojmë këtë muzikë. Jeni ju? Jam shumë afërteje, Malishev. Malishev atë. Unë jam largë. Datën 28 korik e kam kaluar, gjatë luftës 1988. Ke qenë ndonjëherë? Po, ta thash,
është ati s'ke qenë lindur, nuk e di, në 98-ën, unë kam kalu luftën, në periudhën e luftës, 28 korik, deri me 2 kusht, në Malishev në 1998. Edhe jemi ofër E zonjusha? E kajtë po menon të qenë, Ja, Lapi? po, di, këtë po më duke se po në akqyrë dikush për lapët. Lapit? Jo, Dark. jo, hajtë edhe një shansë dytë. Rezaj? Jo, unë jam nga Kumanova, thash jam largë. Hajtë një këngë për Kumanova. Rritëm do thotë si... Hej, 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 t'lutem një mjerë, mos i bjerti ma qytetit, se po qena ishe, dashuria saj, mua më qetson, jam dashuru Kumanovarëm, se lopa e marë, dashuria saj, mua më qetson, jam dashuru, stop qanën, se lopa e marë. Kumanovën e kam pikë të dobë, sepse ku jam lindur unë, baba im atër ka qenë kohët Jugoslavis, kanë qenë obligim me shku ushtri me kry, edhe në 82-ën, a e ka qenë ushtar, dhe më thënë ka kry sikret që ka qenë obligim, edhe unë jam lindë edhe e du, e kam pikë të dobë të Kumanovën. Faleminderit shumë, Lapi. Pas keni stafin të jugut? Ju s'kemi. Ok, shkojmë një si, t'lutem. Si. Hash. Pridhe të ndesha mi me lezet, si rezan e bukur, po më vjen, e bukur është më djama, kur kërë se zorkavja. Ajde! Pridhe u ndesha mi me lezet, si rezan e bukur, po më vjen, e bukur është më djama, kur kërë se zorkavja. Aman pisna, tu malu kuqe, moj beloma, par me syma, par me dorë, që kamerën. Tu malu kuqe, moj beloma, par me syma, par me dorë, par me syma, par me dorë, të pet Kumanova në Kosovë, par me syma, par me dorë, pre djalin e do marrë qifte, dola përqa, aman shoko, aman, do marrë qifte, more dola përqa, aman shoko, aman, ko ka në stampo dhe more, trupin e janine, estrina li, pasha more, o pasha të shtrine, o koga në stampo dhe more, trupin e janime, të shtrina li, pasha more, o pasha të shtrine. Aman, Lapi, faleminderit. Bravo. A shkojmë tutje? Po, faleminderit shumë për atmosferë. Ja, zakonshme, faleminderit, Këta Lapi. Kumanovës, edhe kam edhe Smet Begjetin, e kam edhe profesor fakultet muzikës, pikërisht në këtë objekt pak më poshtë, edhe... E shijoj më shumë duket më Jam muzikën shumë- dhe ahengjat. Jo, vërtet, nuk dua të them shumë fjalë shumë të mëdha, po me të vërtet Kumanova s'ka talent shumë të muzikës. Janë disa personalitet si Orkestra Albanota, si Erkani, si disa këngëtarë të jashtëzakonisht shumë këngëtarë të mirë. Një Mentori. mua për Kumanovën edhe për krejt shqiptarët ku do Kur doni që me pre janë. vena, dëgjoni mentor Kurtishi. Lapi për ndryshe cili ka qenë një moment më i paharrueshëm në gjithë karrierën tënde në Darsma. Po, ka shumë raste kur nusja ik prej Darsmës, më ka ndodhur kjo para një 10 vite, pikërisht afër Prishtinës të shku për Malishev. Ka shku edhe na ka ndodhur gjëra tjera, për shembull, të shku për Kaçanik, kjo është shumë për media. Okej. Top lajm. Edhe të shku për, kemi qenë më duke që ka qenë atë natë edhe Lori, këngëtarja e ftuar, edhe për Kaçanik është një lokal, a s'na ka tërgu asë që anullu Darsma, me qenë se edhe dasmor që i ka ftu nuk e ka tërgu që është anullu. Edhe na shkojmë, montohemi, kërret, lokali bëhet gati, kërret, janë marrë dasmor, janë zotit Darsma se një koqirit e thotë, gjithë ta nuk janë aty.
E kjo është ajo që tani u morën vesh që ata kishin shku për Zvicër, kise zënka mes qiftit, po s'paku është një respekt me na lamru ma herët, po ndodhe këto gjana. Ndodhe gjana tjera, por tash, kone fundit dasmor edhe gjithë këta që vinë, kanë qef mu argëtu, mu kënatë se bolë kjena është jeta dinamike, është jeta shumë me problemet, kështu që ndarësëm, nuk ka ma probleme, nuk ka ma, si ka pas ma herët, jo krom edhe një kangë, jo shari, jo fyri, darsma janë shumë bukra tonë, janë da po, pikërish darsma të bukra i bëjnë anës Kumanovës, do t'ja japim hokuna. Bjanovcit, edhe Raoveci për kangë Shqipërit mesme i bëjnë kangë shumë të mire, bëjnë darsma shumë të mira. Gjitha treve shqiptare ku do që janë shqiptare. Traditat e veçanta. Lobi e ko gjahuman. Edhe këta e kemi vrejtur në shumë rasta, por nëse ndodhë që një fan si jote nuk ka mundësi me ftu. Ka shumë dëshirë me ftu ndosë, por nuk i ka mundësit. A kështë këndu faras? Edhe a ke bëndë një herë nëse ka... Para punës, unë nuk kam fanca, po kam dashani. Njerës që dojnë po. Se fancë jemi dhe duhet jemi vetëm Zotit, se ajo në ka kriju ne, edhe nëse them kështut, a kam shku pa pare, apo shkoj ende, ajo dhe thot kjo dora, nëse të regon kësaj dorës, edhe shef, unë s'kam bë kur gjo. Ato e din Zotit dhe unë, sa shkoj pa pare, edhe qka boj, edhe ku shkoj. Kjo është më e rëndësishme. E kuptuam përgjigjen për besoj. Që po i ke bia Kalifa, e rëndësishme. Labi, së fundmi, ke qenë në një mbrëmje muzikore në Drenas, edhe u komentu shumë për një pjesëmarrje të oltë të njerëzve. Unë e kur du mediat me dhez diçka, unë brand e di ku, e di që atojnë publiku, që a shikojnë, do thotë, aty ka qenë një frima jashtëzakonisht shumë e madhe. Edhe qatë natë besa dëme më të mëdha në Kosovë që janë bërë komunë Traovecit. Besa kanë marrë shumë makina, ka prish shumë rush, kretë këta që punojnë me speca, me gjithë domate, kretë. Edhe Drenas ka nis do të si shi, ku unë e kisha që me familje, beson që atë natë unë jam ftoftë. Nesër mora gjipora për fytë edhe për imunitet, kështu me radhë. Por, me thonë që s'ka pas publika, pas shumë, por media janë, unë i ftoj të gjithë me 7 gusht, jam një, dhe më thënë që kanë organizu disa kafenejet aty afer, që është bari, do lokale që janë una e shumë lokalet, me bashkarisht me drejtorinë e kulturës dhe sportit, tash për tash dhe janë vetëm rezervuar një 3.000 veta, iftoj gjithë mediat në të vinë aty. Edhe shtu që mediat kanë qenë me postu diçka kur është keq, kur është mirë, nuk e postojnë, që kjo është gabimi jonë. A mendon që ta kanë bo me qëllim? Pa tjetër, s'ka lidhe, reklama e keqe nuk ka. Vazhdi që është e mire e keqe, unë qitin sa ma shumë. Lab, cilë është vera më e mirë që do e cilësoje për ju, edhe vera ndoshta më e keqe, më pak e mirë? Vera më e mirë. Vera kështu dhe ekstreme që i kjenë mendja. Mendon verë që po i kalim tani? Po. Verë me punë, me dasma, me angazhime. Vera më e mirë është kur unë pi kafe me djalin tim, Alin, edhe me Ibrahimin që ka qenë një 3 ditë këtu, edhe me nusën time, ajo ka qenë vera dhe ditë më e bukur ato ditë që kena kalu. Kurse më e keqe, kurse jam me familjen time, kur e kaloj kohën me njes që nuk ja vlen që m'japin energji negative. Unë kam nevojë energji pozitive. E kjo është dy gjërat i besoj që jemi korekt. Ato e thash nga zemra. Kur jemi këtu të familja, na trego pak për babajën, sa po të mungon, prezenca e tij sa rëndësishme ka qenë. Produksioni i Bigut, do të mos kthehem te Bigu ka kalu, po kish dash me pas shumë gjëra për meje. Kam pas shumë me dhënë për atë produksion. Në që si kanë marrë mjaftë shumë sa për babën tim, do më thënë të ndjerit, sepse unë jam i vetmi që mas 25 vjet e kam gjetë Sërbin, i cili e ka marrë babajnë tim edhe një 200 vetat Malishevës, Trajku. Edhe jam, a i ka bo bit 300 krime Kosovë, 400 erë ka hinë Kosovë kërkur se ka ndalë. Policia e krimet luftës e din vepër që ka bo, po s'ka kërkush, edhe janë gjallë ata persona disa, po nuk kanë guxim me shku, mu lamru dhe me tregu. Falë, kur po e ke gjithë, me të ke kontaktu me të? Da është ta them, edhe une, pas gjitha ato që kam kërku Facebook, edhe kam gjithë ku është, edhe e kam pa ditë, edhe kret me vepra me kret, ka thirë krimet e luftës, e kam, do më thënë, që shka thonë babi im, që shka thonë ato familja ime, edhe njësoj kam thonë edhe une, prej ati rastit janë gjithë edhe 9 kriminell të tjerë, që kanë bot dëme,
vrasje, masakra, Postasel, Kushtmalle, Malishev, Ostrozub, e kështu me radhë Gjakov, Trajko, gjithë e njofin aja rrethi. Edhe produksioni ka mujtë shumë me nxjerr më të mirën, do të thonë shumë nga historia e lagët. Po nuk kanë dashur, domethënë, ata atyre ju kanë vit 2 muaj, mas 2 muaje, kur nuk e kanë vit më, edhe më kanë qit jashtë. Mu kur lojtar nuk më kanë qit jashtë, se nuk kanë mujt 13 minime, gjithmonë i ka mujt. Edhe tani produksioni, me 5 vota, e kanë dalë vota, nuk dishin në për Facebook qitëshin, a doni me majt labin, po jo, në anën tjetër në Instagram dhe në TV, qitëshin, jo po, kontra, domethënë nuk dishin as publiku. Tash edhe babaj, ku ishte fjalët e babajt, mos më detyroni që të emocionojmë, sepse pikën më dopt jetën time e kam babajin. Po të kisha pa babajin tash 5 sekonda, gjitha atë pasuri që kam, edhe muzikën, edhe kreti kisha lënë. Vetëm ta shoh vetëm 5 sekonda. Sepse në kohën më të mirë, që më ka vit mu, 41 vjeçar, 42 vjeçar, ai që nuk ka prindër, ai që nuk ka babë dhe nën, ma kupton dhimbjen time. Edhe gjithë ata që më fynë, jo, unë nuk jam kundër komuniteteve tjera, as ashkalive, as romëve, as ne, Ravëcion, jemi shqiptar autokton. Ka met një fargjua kaluarën që flasin plesht, po ne jemi shqiptar. Unë nuk jam as ashkali, as romë, po jam autokton shqiptar. Baba e babgjysh e stërgjysh, është turp me fy disa eblema të UÇK-s, familja ime e cila e kam mbajtur, si Gjafer Kadiri, mentor Veliu, që unë kam nëna ime ka daj, daj është mesa e tyre, mentor Veliu është ushtari i parë, i krejt, në më thënë 14 vjeçare e gjys që ka pas në krejt shqiptari, është turp me më thonë mu, ato jo bugar, jo ashkali, jo rom. Nuk jam kundër komunitetve tjera, se çka ka të kallon Zoti, po unë jam shqiptar autokton, me fjalë ku që zi gjithmonë kur qohen për gjumit ngrihem, edhe flaj djali im Ali që kur luftën se ka përjetu, ai në telefon e ti e ka këtu Adem Jasharin, këtu e ka tonin dhe Micin, komandantët ton të komunës ton Rovec. Ja, babaj si zakonisht, mungesa shumë e madhe, sepse mungesa e madhe është për mamin tim aspare, cila është 36 vjeçare, ka qenë mamim, kur përritë moralit të karakterit saj, edhe përritë familjes, në ka rritë me mundim, kemi qenë azil në Zvicër, edhe, por, gjithsesi, unë kam kry ato që mamanet e babaj tim, e kam majtë familjen deri ku duhet, si një prindër, më të në vend babaj tim, shoqërit të ti, çdo herë kur vi Kosovë, shkoj, respektoj, vizitoj, ta shok që ka pas babë im, familjarët e mi, dajt e ti që do shta disa nipa që janë, unë si sërnip shkoj gjithmonë të fshati Pataqan, i cili është në komunë Travecit, e më emocionove pak po nejse tash. Nisi Labi, pa dash me të emocionu edhe me të bo me qajt, këthemi pak tek... Loti është gjaj bukur. Pa tjetër, po sot jemi këtu për me folë për kujtime të bukra, për atmosferën e verës normale dhe po du me undalë pak edhe tek mërgjimtar, duke qenë se janë një pjesë pandashme, sidomos në sezon të verës, fakt edhe ti vetë ke qenë mërgjimtar. Jam mërgjimtar, falë, që 26 dite. Jam mërgjimtar, jetoj në Gjenevë, po tash je ma shumë në Kosovë. Po, gjithsesi, dua ta di, cila ka qenë puna jote e parë në mërgjim? Nuk është turp, sepse edhe nëse ki kry fakultetin këtu ose diçka, nuk ke mujtë më qenë me njerë me punu punë që ti ke të drejten me punu. Që po ta tërgoj, kum la WC-ja. Nuk është marë. Në Medine, të vari profetit Muhammed a.s. njeri më i pasur i lan WC-ja. Nuk është turp. Për sa kohë ke bo këtë punë? Një 3-4 vite. Tani kam këshyrë Manezh de Cheval. Do t'ja përkthej në Shqip. Shtëpia e kuajve, do më thënë që pastron, u jep ushqim, edhe aty, do më thënë gjithë njerëz të pasur, bank që punojnë, i lejnë kuajt e tyre, edhe unë ku punu edhe këtë punë. Tani ku punu sushi, jam një kuzhiner profesionist 12 vite për post muzikës, kurse kam lënë sushi, edhe një 6 vite kam punu si punëtori thjesht, edhe një 6 vite tani kum dirigju një
20 deri 30 veta, një ekip shumë i gjerë, një ekip i madh. Jam profesionist i kuzhinës japoneze. Besa në bi kam kërku shumë për me bo, po nuk ma prunën. Dhe që më garantoj dini që ta bit hanën, po më garantoj me meq. Në shtëpi sa shpesh gatuan? Sa shpesh gatuan familjes, gruas? Unë mendoj që një kuzhinier më të mirë janë burra se gratë në botë. Edhe unë mendoj që një burri që nuk i ndihmon gruas vet, e që nuk ja pull komt më gjesa dhe mbrëmje, Qashtu që shke bua dhe ti. Labi, kur jemi të kuzhina, një moment që është bo viral, në fakt edhe ka marrë shumë vëmendje për i krejt njerëzve, është labi ti qka në kuzhinë me do patate, qka ke puna? Okej, edhe gruaja ime, edhe familja ime, më kanë kundërshtu a i kila, unë për herë të parë do t'i tregoj. Ato vishin, më thënë, me 4 kilogram ose 5. Edhe une kom qitë lavabo, kuzhinë, bigut, një 3 orë ka ecë uj, ka ecë, sa u spala. Edhe une nuk i aj pa lekur. Unë e du, dhe më thëmë, me lekur. Edhe tani vetëm i kam kur nuk kanë, dhe më thëmë, normalisht ka vit një mas njove me la, është e vërtet. Por aty pak edhe kamera, presioni malë, po kanë qenë një 3 orë, vallaj, 2-3 orë kanë qenë në lavabo. Edhe aty ku i lajmë pjata, ku i lajmë gjitha, edhe u la në maksimum, edhe për mu kanë qenë të pasër ta. Po tani pash dhe reklamë jo mitë, por, mos kisha qenë unë besoj kishin me të pa bukë valaj ata. Po thua? Po për sot. Ka qenë pak e çuditshme në fakt edhe për njerëzve se jemi mësu me të pa shumë striktën pastërti kështu, e mandej na erdhi si çudi me pasë qysh labis po i lanë patate, ndoshta për çata. Shiko, unë i them që edhe ato kanë qenë të pasërta edhe unë si person si m'njohin edhe unë kime në unë tu nuk e la lere mo gjërat, dhe më thënë jam shumë pastërti e du shumë sepse kuzhina japoneze më kam mësu me qenë jashtëzakonisht edhe nëse prek dhe më thënë një peshk salmoju i thoni edhe tonë, dush me la dur, dush me dezinfektu edhe vendin. Unë besoj që në këtë pik nuk mund dikush me më kundërshtu se kam qenë në maksimum. Unë me njerë natën e parë që kam nisi me la WC-a. Se kërkoj ndjes po vajza shumë pa pasërta. Ato gjërat e femra jeqi vetëm nënas time dhe gruas time, po nuk jeqi edhe atyre. Dhe më thënë, nuk kanë pastërti shumë të papastra, për pos që kam, mujë me thonë, drejt për drejt edhe aptës që ka qenë dorë që femra e pastër. U lajke më nxes 3 herë dit, edhe si person ludo, për dryshe këta tjertë, shumë papastra. Po ka qenë debat online kjo? Ka qenë një parë debati online kjo pjesa pastërtisë është e debat. Unë e kurse kom pa, njerë kom pa Elionë që u la, jetën time, njerë. Brenda 87 dit, njerë kom pa edhe Benitën, e thësha, si ka mundësi kjo, gjithë kimi kap qka, edhe unë që është e pare. Kaloj ki ka pak dolqe, e thësha edhe pacienti i parë, du mi pa qka po veshni, qish po bëni. Një dit ja vjela mi kapa, krete, ja vjela shkurtës, ja vjela Benitës, pasha zotës, mu isha mi njoftë, shumë mi kapa është aja, shumë është ekstrema aja, dhe më thënë, shkon me pak me masa, ati nuk shkon shumë është ajo, po më duke si tre maltera, kupton edhe... Qëtë si zgjedhje personale, la po mëndojon, vajzat e ndjen nga njëherë vetën më bukur, më ly pak ma shumë, dikush më pak, po... Po na du të me ditë kush është vajza, kush është nuse, kush është e fejuar edhe kush është po shko nuse. Janë disa na, kena një traditas, muna mu shko Amerikan. Londrimi është shumë djali mirë, shumë talentum, ja uroj shumë sukses. Ama veshin e tyren, si mu kon djali, as djali Obamas nuk vesh të ashtu. Kuj ka marrat metod, zote në koftë parhajrë, nuk e di. Ato veshe nuk e kom dëgju kur, nuk e kom pa kur jetën time. Ne jemi shqiptarë, ne jemi Dugaqin, Lap, Ana Morav, pak me shku ka karakteri shqiptarëve, është mirë. Pa kur të kalojmë, po shkojmë në hanë, është tepër ajo, të më thënë edhe kjo. Edhe kjo, ku desha me dalë të pastërtia, për pos dorë që unë aty nuk kom pa dikush që ka qenë, falë ka ana e femrave, për zote nuk dishnë supa. Njëherë ka qitë supën Alba cilën e përshëndes, se du shumë si lojtare ka qenë për mu maj forte, edhe më artikulume. Unë jam s'mu një jau, supë me mjaltë, kur s'kom dhe gjune. Ose kjo i kjerta, 50 vjeqe femër, makarona njerë ka qitë, unë e 2 jau ku marë soruma. Ma thëmë nuk është, ama prej me e kërkur së është s'mu. Vetëm njerë që ka bova, nuk më doli brumi mirë, edhe boni fjolla shumë alarmante, nuk pa tash, s'pak unë e tentova, unë e di me bo brumin, me qenë se kisha arru pak, aty më kam su Klodi, e falenderoj dhe e përshëndes, se kuzhineri mirë edhe aj, po Dembel pak, Dembel edhe Toni, shumë kuzhineri mirë, po Dembel, po unë
mëngjes e bësha një emisionin tim, edhe me këndu, edhe bësha brumin, pse me ble buk, ku buk e gjujshim gjina zotit, a e buka e zotit është, edhe bësha brum, kishim finesta sa dush më falni, kisha sa dush mil, shumë travec, është si losja, është që edhe u knaqëshim bësha bukën, të është s'kena më të ongër bukën tonde. Vetëm 5 minuta kalosha aty, kur u kthesha, krejt të e ongër fshimin, që e përgatit ti. Për ndryshe Labi, duke qenë se tash ti e mësumo me kamera, e shë vetën pjesë e televizionit, qëfar programi kështë bo për shembull? Po, unë kam dëshirë me bo ose për YouTube, ose me njërën nga televizionet tona shqiptare, me bo, do më thënë, me orkestrën time, me orkestrën cilësore, do më thënë që ushtrojnë, që bëjmë program të manë, edhe kanë Shqipërit mesme, të cilët nuk do të thotë janë, derisa ekziston kjo bota, nuk desin ato kanë, janë bukura, të Mislim Leles, Yusuf Mizirit, Fitnet e Regja, Rasheva Simaku, Ismet Pejes, Dzenit, janë do kanë Shamilit Vogër, që janë shkong shumë bukura. Edhe pse jo, mos t'i këndojmë, edhe kam dëshirë, doshta do t'a bëj njerë muj, brenda 12 muje, dhe më thëmë ca ka viti, 12 programe, ama cilësore dhe të pasërta dhe të mira. Pak humor, po ma shumë muzikë. Diçka tjetër që është shumë interesante, pak të nërë kom dëgjuar unë edhe që më kaloj shumë për shtypje, është pjesa që ti ke studiuar psikologjinë. E ke mëndu ndonjëherë? Tu që më tha Freudin, po, ajo preja. E ke mëndu ndonjëherë me ushtru si profesion? Për e të parë, po ja të regoj që ka ndodhë. Sepse ata më morën një natë i mu 2 moderatorë, se i thash unë i thash 2 moderatorë, me qenë ju të forta, as Brazil, Bigu, as Itali, as kërku nuk ka 2 moderatorë, vetëm na. Më të njën të dopta. Kur janë nisi ullë të alamalam, të ashti kishe qenë e forte, kishe fitu Shqipni. Kur janë nisi Leonora Jakupi, unë e përgëzoj disa kënga se me këngë të saj, vazhdi që do njerë me acarim, do një gabim nga unë, do një fjallë ose nga jo, po ajo më shumë sepse ti mundesh me më gjiku për loj, po jo si personalitet. Edhe unë asaj vetëm ja kom 2 pyetje, më thuaj sa vija, më falë, ma jep tash një fis, më falë, ma jep një terc prej fisit të nalë, terc e vogël. Ta s'di, ma jep një kvint akord pre A, moll, një kvint akord moll, ta nuk di. Tash, oke, a mundesh me më tregu sa vija pentagrami muzikës ka dhe pre cilës vi fillon qeresi muzikës, di. Shka me folë me ty, unë jam profesionist. Tani, shka me folë unë me Olten kur atë natë mu më eken me dhunë, edhe dijet aty, po du më thënë falë Zotit, cilën i kam gjitha votat, shpejti do dalim ta manë si duhet dhe kanë me kërku falje me moderator, me stafi dhe kanë me dalë gjitha ato rana që kanë bo, sepse atë natë kam pas unë 72.000 vota, sigurume, 5.000 vota ka pas Ludo, 1.200 ka pas Klodi, Benita 1.300 Dolce. Atë natë thëjnë, kur shvotuat ma pak, shkojnë shpi me njerë, nuk e ekin Dolcen, me njerë që esin votim mu, me 5 vota, që të më thënë këta, de facto, me njerë po të rëgojnë po dëna me tek, se me limitu. Më thënë, nuk ka ndodhë kur kjo, vetëm në finale. Edhe kështu. La po tek, a i kështë ushtru profesionin e psikologët? A kështë të pite se arova. Unë kam qenë në këtë fakultet këtu, me qenë, me thonë, studenti mirë jam në fakultetin e muzikës. Studenti mirë nuk kam qenë në psikologji, por psikologjia jetës, më thonë, jeta dinamike, jeta lufta që kam kalu, gjithë kjo edhe ajo është psikologji, dhe më thëmë pa familje, me familje, jeto vetë, edhe ajo është si sidesh me familje, si sidesh me njerëz, me shokok, me dashamir, është të mëral, që është psikologjia. Edhe tash e kam validu, unë e së shpejti do të ushtroja 2 tyrë si asistent, 3 vjetë, dhe tani pas 3 vjetë është validu komplet, do të thotë kjo diploma e psikologjisë. Dhe më thënë, bëja ka disa marveshje me disa fakultete dhe pikërisht me shtetin Zvicran, cila, dhe më thënë, e pranon ato kushtet cilën veprojnë këtu dhe janë njëta kushtet dhe edhe ata ushtrojnë qatë detyrën që ato mësime edhe në Zvicër. Edhe është vetëmi fakultet të cili pranohet në Zvicër. I sugjeroj gjithë studentët të cilën dojnë me studiu dhe me punu në Zvicër është i vetëmi, sigurisht do të me pas edhe letra Zvicërës, dhe rezistencë dhe më thënë taman që janë qytetarë që jetojnë aty me premi B ose C ose në shtetësi, edhe mundi me validu shumë letë diploma. Unë e kam validu. Sigurisht e kam përkthy gjermanisht, e kam me noter Kosovës, edhe pa ka marrë ko, një vjetë, edhe ma kanë pranu. Që ja pra këtu, kjo është për Berni, dhe më thënë ku decizion, dhe më thënë frangjishtiret është marrë vendimi, dhe më thënë edhe për i tërgojt e vendimi, si pas ligjit Zvicran, diploma e studimet e juja psikologjisë në master art në psikologjin Zotri Labinot Regja, i lindur nacionalitet shqiptar, Kosovë,
me 15 shtator 2025 keni përfunduar në Prishtinë në kolegjin AB, nëse ka mundësi nëse afrohet, është njohur diploma juaj në Zvicër. Reconnu, do më thonë, est reconnu në Suisse, frangjisht. Tani ligji i dytë, artikulli neni i dytë, thotë 3-2 LPS psikologji, në diploma reconnu, do më thonë, diploma juaj është njohur sikur me kry le même effect. Comment le diplôme, vous avez fini école en Suisse, reconnu. Do më thënë, është njohur sikur me kry në Zvicër. Po i sugjeroj gjithë studentët të cilën dojnë me punë në Zvicër dhe njerë me shku në kolegjin AB. Ljapi, atë ka ndodhur ndonjëherë me refuzum me këndu në një darësëm për arsye të tua? Jo. Po, e kërkoj falje me 28 nëntor, cilën, sepse gjithë mendojnë që unë kam bo edhe një të bigu. Kam bo atë protest ka bo dikush tjetër. Unë kam qenë vetëm, e kena bo për fani, a i ka bo dikush për klanit, ajo është nuk ka më rëndësi, edhe unë kam qenë i ftu me 11 qershor kam bo kontrat gojore, po tani s'kam mujt me qenë java e parë, atë dit në ora 10, mëngjes e 20 e kam edhe për klanit, ku më ka thonë, dush pa tjetër me qenë sot, të hanë, po unë kam qenë smuj, sepse s'mundem se këndoj, jam aranzhu, unë e vetëm mas 2 jave. Tani më thënë, jo, dush pramt e pa tjetër, po smujta është pramt e shtu në këndoj, edhe dilën. Tani më thënë të hanën, po unë e kisha edhe një darësën me 28 nëntor në Gjermani, tani për Preshevës, i kërkoj djes, kam dërgu edhe një këngëtar, edhe kam dërgu edhe orkestrën time, edhe është përfundu si e ma mirë, edhe disa darësën i ku manullu gati një 20 darësë, ma 10 orë dhe janar që kam qenë big. Edhe që kanë lubu, do më tonë kundër meje, ato motrat, i përshëndes nga zemra, i uroj sukses në çdo sfert jetës, dashuri, lumturi, punë, varësisht që kanë lubu për mu me up darësë, ma vallaj une, ati shtallet brëmje kam edhe darësë ma kori gusht. Nuk e ti qka ku me kërku ma shumë, do të ditë të natë. 2 muj ka 60, une kam 70, nuk e ti qka me kërku ma shumë. Shumë angazhu me vera pa tjetër, Ljapi për para se por në qytet. Edhe njerë, unë nuk më ka met i natin nga askush, nga bigu varësisht do një komend do njerë, po e përgëzoj aty ka pas, edhe që ja ka mu pak kalkulimin arditit edhe kushtrimi se kanë me du, vetëm ata kanë me këndu dhe kanë me dalë në skenë, varësisht që kushtrimi ka pas shumë, dim prej motrës të male, jo gitarë pasere kur ishe nominim, ne që s'ka qenë nominim aj 2-3 herë, por unë e përgëzoj për këndim që ka, edhe përgëzoj për këngë që ka bërë, është këngëtari perfekt, edhe është një këngëtar gjikant, i cili shqiptaria du t'jetë e knaqër që kemi atë artist në mesin tonë. La për të mboj edhe pak të dosmat, një pyetje kështu pra disa ditëve në studio e kemi postur Albelina Ukaj, kur ka të regu që një bakshish të majmë 9.000 dheri në 10.000 euro e ka marrë, mirë po komentet ka qenë të shumëta që shpesh këngëtorë ndoshta nuk janë shifrat vërteta që i marrën. Nga përvoja jote personale, bakshishët si shkojnë e cili ka qenë ndoshta bakshishi më i madh që ke marrë? Shiko, unë fatmirësisht do më thonë edhe deklaroj, sepse më duhet me deklaru, më duhet në shtet me deklaru se nesër kur brej një shtëpi, unë du të mi legjimu, do më thonë, ose me ligjë ato pare, edhe është mirë këngëtar me deklaru ka pak, edhe unë po mundona me deklaru, do më thonë, edhe jam obligim me deklaru, ato nën mjera që po thotë, vallaj, vetëm është gënjeshtra se edhe mi marrë dikujna nën mjera, është marrë, sa e nesër ka me ra pishman, shkreti, ka me thonë qa ku mbo. Unë ka ndodhë në Zvicër, në diskotekën Bolero, para 10 vite na kemi marrë dhe 30.000 euro. Unë, Bekim Kumanova, po ato janë shpërdana, disa, në 10 ose 15 persona, po jo veta. Njëti person? Jo, është turp. Po, ka bakshish, ka Presheva Bujanoci, është e vërtet, janë pak më... Vashtirë, më bujallë. Jo, bëjnë shqiret pak më shumë, e marrin afër zemrës të darsmën, po jo bakshish që thonë, sepse tani na prej bakshish të paguajmë edhe zërimin, edhe ndonë ato në shumë pjesë edhe kështu me radhë, po mos harroni që edhe bakshishi du të mu deklaru, po disa persona nuk e din. Po kam kalu edhe këtë lloj faze dhe e njoh shumë mirë që du të deklaru. Para se me kalu të disa lojra që i kemi përgatit për ty, lojra të lezetshme, po duhet të pyet pak për projekte të reja, do të ketë gjatë kësaj sezone, projekte të reja muzikore. Unë do të lansoj një 10 këngë të mia,
janë edhe në studio të B2N, të vllau im Loni AK27, Valon Regja, janë të punu çdo ditë, po tash është koha edhe fryti nuk e kemi një jetë si kur është i pushuar edhe kur është i angazhuar çdo ditë një darsëm ose dy, domethënë gjatë ditës. Është problem me këndu në studio. Po unë besoj që unë i them gjithë, shkoni te kanali im Labinot Regja Oficial, YouTube, do të keni shumë këngë bukura në vazhdim të ditëve, do të thotë ose në muajeve. Besoj deri vitri do të lansohen shumë këngë, nëse nuk hi do një reality show. Patjetër edhe këngën më të re tënde, në fakt do ta luajmë vetëm pas pak kur të përfundoj intervista. Në ndërkohë jemi në emisionin Malandet edhe ne kemi me të vu përballë disa situatave dhe të shohim se ato të zgjedhësh ti ato situata në mal apo në det. Okej. A i gati? Patjetër. Edhe me këndu edhe kështu të zgjedhësh. Njëherë veç po përgjigjemi. Çfarë albe? Lobi, perëndimi i diellit në maj të malit apo buz detit? Ja, në deti është më bukur. Deti është më bukur. Është ajo fotografia, ajo e ka atë vetën. Vendi ku të vjen frymëzimi për një këngë të ri, mal a det? Më shumë në mal se në det. Edhe që deti t'jep ato ku di të bukuri që ka deti, po mua më shumë mali, sepse Mali do të thotë. ato bilbylat Pushimi perfekt, mal a det? Pushim t'jesh i qetë është mal. Det nuk ke pushim, do të thotë, jo mere bagazha, jo s'ke ku me lën parking kerin, jo është shumë nxehtë, jo zall, jo andej, jo. Puthje në mal a në det? Me qenë se më tha, kur ishte gruja, do më thënë, në Big, e më tha franqisht puthë mëre, po nuk isha qef me puthë publikisht, atë nëse mi ke pak turp ende, edhe puthja ma e mirë është kur e puthi nënën time në ballë. Po e kemi sfidën mal a në det, nënën në ballë? Kur qohet mëngjes mami im, varësisht kudo që është. Kudo që t'jeni, mirë. Natë romantike në mal apo në det? Kjo është e bukur. E pyesnin bashkëshortën time, më vetë telefon? Patjetër. Po, apon? Po, patjetër. Hajde. Shohim se ku i pëlqen bashkëshortës nata romantike në këtë rast. Internet nuk ka, o zot. Po ja, bëve shaka, ka. Bezgjasëm pak ma shumë, misionin. Në rregull, që për pyesim. Edhe ajo do përgjigjes të shalla nëse... Me thirë me zë apo me video? Jo, vëllaj, që shdo një ju? Ja, ta është qëra ju, gratë si e keni, adin. Më të atim shumë se nërë. Mosëm qitë bashkë zotin, mosëm qitë në probleme. Nuk e kam diçka, po të një shu plak, diçka... që ma mirë, adin se kam për... Loreta më falë, jam në emision, po thojnë puthje. Që të pytë kjo moderatorja? Nuk pytë. Laureta Regja, hajde. Apo më dëgjon, Laureta, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi nga ATV në emisionin Malandet, edhe përballë kemi mësuar Labinotin, edhe po e pyesim se natën romantike me juve, a e dëshiron në mal a në det? Det. Faleminderit shumë, Laureta. Bye, faleminderit shumë, ciao. Kaloni mirë, Në det e zgjedi, Laureta, apo besoj tash e ki edhe ti parasysh se ndonjë natë romantike me ja përgatit në det gjithqysh. Valla, shala përgatit ajo, se për mu... Problem. Kemi edhe dy të fundit, mëngjes në shtrat, në mal apo në det? Mendon, kur bëj, du më thënë, dashuri me gruën time? Kështu e mendoni? Jo, mëngjesin. Nuk e ti tash, unë e haptës për klasë. Kur e konzumon mëngjesin në shtrat, nëse të ndohë ndonjëherë. Ja, në shtrat është... A kështë pas qem në mal a në det? Ja, ushqim mendon. Po. Nëse mendon ushqim nuk ka në shtrat, sepse është bereqeti i Zotit. A dashurin me bashkëshortën time, mas shumë ti kam që mëngjes. Vallëzim nën yje, në mal apo në det? Vallëzim, si e thoni, edhe njerë? Nën yje, në mal apo në det? Qyre, edhe në det është bukur, kërëshe yje, po edhe në mal është shumë bukur. Sepse me ato vizjerojnë atë bilave, mali, kësha. Unë malin e du shumë. Me qenë se gruaja ime nuk e do malin, e do në detin, jemi pak... Ja, për në disi. Okej. Lobe, kemi dhe një lojë të fundit, dhe kjo loja fundit do shkojmë tek Lady, po ngritemi në këmbë të gjetë.
Unë mas pari përshëndes gjithë ata lojtarë, Klodi, Londrimin, Tonej, cilin më kanë ndrua dhe stilin e veshjes. Tash, edhe me që, nese nuk veshje si qish veshën ata. Kull të do kështë të drejten. Kjo veshja për më përqen edhe, falendrojmë. Pa tjetër, bala, kam pasë ata disa gjërat mira. Ke marrë një qëka të mira nga ta. Pa tjetër, edhe që s'kanë qenë realist me mu, sepse unë kam qenë gjithmonë më i votuar, po s'kanë qenë edhe, po. Drona që më ninalëshim, pak me intervenime, në dhomë rëfime, po haladhja boj. Lobi, po këthemi tek Lady, kemi 6 numra. Po. Poshtë numrave janë disa kutit të cilat kanë një sfit që ti do e realizosh, të që do i zgjedhësh të 6 numrit, po me cilin numër dëshiron të fillosh në fillim. Me prek? Apo jo? Jo, vetëm e thua. Hajde, qërë? 2. Numrin D. Numri D, ka një ikon i cila është WhatsApp-i, Po. edhe thot të një person të njohur në telefon dhe kërkoj 1.000 euro bërq. Po, mëra, që? S'po i ndohet sonë të Lobi telefonit. Kërë me thirë më ajpe thirë qëto. A vendosme vetëm para kamerës, lutëm? A është personi njohur, a i që po e thret? Nuk e thirur njës, pa njohtë pas ju e duhet njës personat të njohtë. Me qenë se na para Zotit dhe para njësve jemi të gjithë njëtë. Apo jo? Pa tjetër. Ka për ti Dallavergji. Dhe se një dit edhe ajmë thiri mu edhe kështu që kërkuj diçka, edhe unë i realizova, thash për 5 minuta jam aty, edhe u befasu. Nërë nëse në kapt, jemi të thirë Tonej. Se ki kur ka nevoj thirë gjithmonë, kur s'ka nevoj, Tonej. Dhe sa kap Tonej, nuk e kap e thirim dikon tjetër. Por veç mos e hap kamerën që të mos ta zbulojnë që jemi në një studio televizive. Ta bëjmë sa marale kështu. O, shanë marrë këtë shka, ki pisë. E bëjmë me pip. Shanë. A e mirë si e? Mos foj pa lidi diçka, jemi në televizion, edhe po t'japin një pyetje, po të stirë një shok. Përshëndetje Ludo, e kemi Ludon pra këtu në telefon? Po. është deti kjo, gjithmonë është epi. Deti. Mos jemi me Leonardo DiCaprio, ku di une me... Ludo si je? Lobi na tha që pa ondër që ki vdekje e dje. Ramet e pa shpirti. Thonë që zgjatit jeta kështu. Po ti gjallë je dhe i tek. Po Ludo, po të piti qka? Lobi na tha që ka nevoj për 1.000 euro dhe ti e personi por i cili ja kishe hoazu. A kishe mujt një hoazu? Po, pa pik probleme. Po besoj që se bërën këto vetëm për faktin që e kuptove që jenë kamera. Jo, unë për ta them të që... 1.000 euro ja kisha vonë, 2.000 ja kisha morë. A më diçka për e them për rrët parë. I vetëmi njeri i cili e falenderoj nga zemra edhe i cili më ka dërgu për 20 darës mas si vjetë edhe vitin arshëm. Edhe... plot dos në ekip i me e Maritia. Edhe... A kemi ndoj qmimin bashka? Ja, këmi e bakshish. Edhe po, stregova erë në kaliume për në me darës më familje sime, kemi marrë një 5-6.000 euro bakshish. Por në Zvicër, jo Kosovë. E vërtet kjo. Falenderit shumë, Ludo. Faleminderit Ludo, të përshëndesim. Jo, valla, në do në gruja jote se une nuk jam... Stak for lastik. Mirë, Lobi, sfida e parë u realizu me sukses, kalojmë të tjetra, Alfredo. Hajde, cili numër është? 6. Numri 6. Shumë që apo hapet dhe kë numri 6. është ikona kamera roll, e thot regona fotografin e parë që e ke, fotografin më të hershme që e ke në telefon. Më të hershme, okej, nëse gjej. Këtë fotografin e parë që e ke? Majo linda. Okej, pasna. Më falni. Pak po kushon kua edhe për ju dhe për me. A shumë foto ke datë? Kam 200.000 foto, nuk e di. Shto krejt e fotoja e parë? Po, kjo është foto cila më jep shumë emocion edhe më... Me? është me gjyshën tim, e cili fatkesisht nuk kam qenë ditën kur ka vdek ai, por e falenderoj Bigun. A mund të shme këti vetë pak muaj ta s'lutëm? Nuk e di Bigu, a i ka bërë për shikushmëri, apo jo, po mu ma ka realizu me shku s'paku në vorime. Dhe që s'kam pas drejt mu taku dhe mu përshëndet me familjen, me miqt, me djalin tim, ishte shumë e rëndë. Isha afër djalin 2 metra ose 1 metër më shumë, po nuk musha me më përqafu, ishte shumë e rëndë për mu. Edhe atë natë unë e këndova, a i kur ka ndru jetë, unë këndoj, do më të gjatë prajmit, këndoj Zoti Shpis të urit nera. Më tërgoj këtë qka zemra që nuk është
E ndjej. Shami po me përkjo. La faleminderit shumë që po e ka që hapur ndaj sfidave. Vazhdojmë me një numër tjetër? Hajde. Cilin po e zgjidh? 206 e ke zgjidh. Nishin. Hajde. Se jam nish gjithmonë. Hajde të shohim. Është maska, ikona e maskës, që do të thotë, imiton një person të njohur. A, una? Po. Qarë. Mos na trego këni, po mundojmë ta gjej. Po imitoj Leonën. Okej, na trego. A muj më ullë? Jemi prime, okej? Se Leonora e ka motra ato, tash nuk e di, e ka motra, qiktalës, nuk e di qka. Leonora, të dua! Zemra ime, Leonora. Zemra, Leonora. Të dua, Leonora. Labi, je shumë i mirë edhe si aktor edhe këto e zbulum. Pa kam kry shkollën e artë, dega muzikës. Po, pa tjetër, normal. Da, pa, vazhdojmë edhe me një numër tjetër. O, kry më për fundit, ha? Oh, i fundit. Hajde. Edhe tre në fakt. 503, kështu përfundojmë me këto të dy, apo besoj. Okej, është ikona e Instagramit, edhe thot poston një storje. Tash me postua? Me juve. Po reale, kështë qenë mirë nëse e kështë postu me mua dhe me Donën edhe mua në ku që emisioni dhe gjerimet kanë shku tepër kaq. Jo, së është e Edhe vërtet. labi njët për postime të tilla. Është bojna një prank, lab. Po me njerë edhe i bënë një tagje, nëse ka musi. Hajde. Okej. Ndarë keq? Qa që vendosë të? Bënë një tagje vetes. Po, këto, po, qka po shënon ty? Veç këtheni ka kamerat të Qa? Se është prank, kjo është sfidë. Por anë kojë diçka që nuk e qenë as pak i knoshur me ne ose ku ti. Hajde të shojmë, Labi, qëfar imaginati ki për pranqe të tilla. Nuk po besoj që të kemë nguc mjaftu shumë sa mua në ku, po bëne. Oke, Po shënon, Labi. vajzët të bukura, por ende pa sharm. Okej. Tipike një postimi i Labit. Nuk ka po besoj. Jo, as. A ne bëjmë tagje ju e dy, se nuk i di. Po, pa tjetër, mire, regulojmë këto kur të mbaron edhe gjithë biseda. A kemi loja tjera ajo? Numri 3 nëse nuk ka boja po. Numër 3. Hajde. O, numër 3, aman, lakat në gata. Hajde. Më tira për fund, shumë zgjedhje e bukur në fakt. Labi, Pasi numër 3 është me zemër, unë ja këndoj vetëm ushtarëve të cilët janë në Hag dhe inshallah lirohen sa më shpejt. Edhe me këtë numër 3 nuk do të them E zemër, zgjedheve. sepse zemër ja japi nënës time, ja japi gruas time, motrës time, edhe gjithë familjes time, edhe gjithë miqve që kam. E tash, po tash këtë moment me mzipres ushtarët të tanë, komandantët të tanë mu liru, edhe ata kam lubu me shenjat, edhe që më kanë akuzu jo pse, jo qysh pse po bën, por unë edhe në big kam lubu që varësisht unë jam antipartijak, por unë loboj gjithmonë për komandantët tanë, ushtarët të tanë të cilët nuk do të gjykuan jashtë shtetit tanë. Nëse kam bërë diçka, e kena këtu mu gjyku ose jo jashtë shtetit tanë, sepse familjarët po ekin shumë për ata që janë duke gjykuar pa dëshirën tonë edhe pa bërë asgjë në hak. Atër, Labi, ne të falindrojmë Vetë shumë. ta marrë mikrofonin, la, Pa lutem. tjetër. Po. Ta mbyllim Pala bisedën bashkë. Parisit e pala Berlinit, jemi pit is boletinit. Pala Parisit, rumba Beogradit, jem ushtar, o adem jasharit. Pala Parisit e pala Berlinit, jemi pit is boletinit. Pala Parisit, rumba Beogradit. Jem ushtar, ua shimtaci. Labi shumë Unë jam për gjithë antipartijak, shka. më thonë, nuk jam me asken, mos ta keq kuptojnë, sepse du gjithë ata që bëjnë për Kosovën, por nuk kam dëshirë që ata të gjykohen jashtë, nuk besoj që një shqiptar që ka gjak shqiptar, edhe që i rren semra shqip, folës, që knaqet me ata që gjykohen jashtë shtetit. Kjo është. Faleminderit Labi shumë për gjithë shka që na dhe në këtë mbrëmje fantastike verore. Nuk hezitove as pak, ishe shumë i sinqert, direkt si gjithmonë. Faleminderit shumë. Numër telefonit saj dhe kësaj se janë pa filmuar. Faleminderit Labi shumë, po... Kana gjithë që në përpare, sigurisht, ju garantoj, kana gjithë ju darsëmër. Se ndorsma ju?
Se do se ma qatë më Vëllai, do të më pagu. Faleminderit Labi shumë. Në ndërkohë, ne do të kemi mundësi tani ta dëgjojmë këngën tënde më të re, do takona në ëndër dhe pastaj kemi marketing. Nëse ka mundësi ta falenderoj edhe moderatorën e cila ka marrë pjesë artiste, do më thënë Kadishe Aziri, nga Gilani, e falenderoj shumë dhe vllahun tim i cili ka realizuar klipin Valon Regja. E dëgjojmë Labin.